gjërë dhe e gjatë. Ne fillon në vitin 1405, kullin gjesh Kaziotin Skenderbeu. Mjeshtë dhe pashesh në përdërimin e Shpartës për Mondheun. Me tapë 22, vritet të lipash të Pelena, papesisht nga forcat Osmani rrëfetuar si nga jenat. 8 vit me vonë ndodh masakra manastirit. Në 78 themelohet lidhja e prizrenitetit vit në revendimin për coptimin e Shqipëris në Kongresin e Berlinit. 3 vjet më vonë, simbol i trimërisë shqiptare, Bete Micokoli me gjok spora topi. 1908 drejto luftën e mashkullores Gjergjis Topulli. 28 nëntor 1912 shpallet pavarësia e Shqipërisë. 2000 vjet, i kena një jetu 2000 vjet, i shkuce me një shru 2000 vjet, i një më kemi vujt 2000 vjet, të vënë i një dun 2000 vjet, i kena një jetu 2000 vjet, i shkuce me një shru 2000 vjet, i një më kemi vujt 2000 vjet, të vënë i një dun 1914 lufta par botërore kris. 6 vjet më vonë avni Rustemi e vretës Artopanin Paris. 1928 Ahmet Zogu shpallet mreti Shqipërisë. 45 vendoset Kosova administrimi ushtarak Jugoslavisë. Terror dhe gjenocid janë në rënd të ditës, që kësaj kohës likvidohen afër 50.000 shqiptar. 1 vjet më vonë vendoset në Shqipëri në regjimi komunist Enver Hoxha kryetar. Prizren në 1968 organizohet demonstrata masive parë. Organet policore përdorin si zakonisht dhunë. 74 tën kam lindur unë, 82 tën vritën a hajbrë të Gjermanis. Jusuf dhe Bardhosh Kërvalla dhe Kadri Seka një. Atenti planifiko 2000 vjet, i kena një jetu 2000 vjet, i shkuce me një shru 2000 vjet, i një më kemi vujt 2000 vjet, të vënë i një dun 2000 vjet, i kena një jetu 2000 vjet, i shkuce me një shru 2000 vjet, i një më kemi vujt 2000 vjet, të vënë i një dun 1989 formohet Lidhja Demokratike e Kosovës me Mërgova zgjedhë kryetar. 1 vjet më vonë mori 7.000 nxënëse studenta nga regjimi serboman. Në alternitën populli shqiptar në Kosovë në referendum shpreh vullnetin për pamvasi. 1 vjet më vonë fiton revolucioni demokratik në Shqipëri. 97 agostivar policia maqedonase tek flamurin ton kombëtar. Shqipëri në retron gjendje kaotike, anarki total. 1998 ushtria shërimtare e Kosovës të raptas për e të parë dhe lufton bam me pushtusin serboman. Adem Jashari, komandant legendar. Dërmica po digjet frak, opinioni ndërkombëtar me rapa konkrete. Pas masakrës e Reçak, mars 99 Avje Solana jep ditë Gjelbert. NATO Serbinë bombardon, pas 3 muaj luftë frontal. Regjimi kriminal në Beograd kapitullon. Në vitin 2000 Kosovën në administrimin ndërkombëtar. Shqiptarët jeton liri, Mitrovica akoma e ndar. 2001 lufta për lirin Maqedoni vazhdon. Milošević në Den Haag, po ku janë të tjerët 8 milion, ata inshallah zoti i dënon. 2000 vjet, i kena një jetu